Kush është kjo dritë? Kjo është udhëzimi për cilën Zoti ka folë shumë Kur'an. Zoti Kur'an thot, atij që Allah i ka zgjeruar krahërorin, gjoksin. Për besimin islam, për ta pranuar islamin, thot ai është një dritë të sigurt. Zoti ka përdorur shprehjen nur, dritë. Shënë roli i dritës, shpalljes, fesë për Zotit, udhëzimit që ka ardhur nëpërmjet pejgamberëve, nëpërmjet librave të shajta, nëpërmjet Allahut xhaleshanu. Njeriu besimtar, njeriu me dritë. Njeriu me dritë ka mundësi me pa më shumë. Kjo dritë ja mundson njeriu të me pas çësje më të gjanë, me pas çësje shumë dimensionale me ekzistencën. Ata që Zoti don me udhëzu, ja hap gjoksin për me pranu islamin. Wa man yurid an yudillahu, ata që don me lënë devijim, yaj'al sadrahu dayiqan, ja e bën gjoksin e tij të ngushtë. Harajan ka'annama yas'adu fi as-sama, sikur ai ngjitet me vështirësi në hapësirat qiellore. Sa më lart që ngjitet njëri lart në hapësirat qiellore, rrallohet ajri. Ka mungesë të ajrit. Kur ka mungesë të ajrit, ka vështirësi në frymarrje. Që tash me mbyll këtë dritare që e kemi hap, e sa jemi njerëz marrë dhe nja 2 herë njerëz këtu, fillon njëri me pas problem me morë frymë. So mbi ngarku. Pse? Se mungesa e ajrit u shtu dioksidi i karbonit, gaz. E kuptuat? Shumë mrekulli për Allahut. Allah edhe po na tregon neve për një çka ndodh, po na mëson diçka që realisht Zoti ka thënë këto para 1400 vjetë, a kjo për që rrallohet ajri ku ta diun që shumë vonë është, morr vesh. Pra, njeriu, sikur Zoti do më na thonë, ai i cili e pranon dritën prej Zotit, islamin. Kjo është natyrshmëri që i përshtatet njerit. Kur njeriu e bën të kundërtën, ai i bë dam vetes, sikur më jam shel gojën vetes edhe hundë dhe më thon merr frymë me vesh. Shtypja kjo. Ose sikur njëri më jam shel gojën vetes edhe hundë dhe më thon po du me plas. Ose me akuzohet dikant tjetër, ku problemi jam? Problemi është hiqe, shliro gjuhën, shliro hundën, merë frymë lërshëm, thuj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe përmbaj kësaj u kry. Keme jetu i qetë këtë botë, po keme kon i qetë edhe në botën tjetër me lejen Allahu xhaleshanu. Prandaj, udhëzimi i Zotit është dritë për neve. Sa ma shumë dritë, aq ma pak errësirë. Pse ekziston terri? Pse ekziston errësira? Mungesë dritës. S'ka besim. Atëherë mos pritni me kon njëri mund të jetë më i pasni në botë, më i famshëm në botë, jetën më luksoze me bon në botë. Kjo është dukja. Në shpirt është i varfën. Në zemër është i ngushtë. Krahëror është i ngushtë. Ka errësirë. I paknashur. Zoti na bëft që këtë lidhje si njerëz besimtar me ekzistencën me forcu, me kon lidhje fuqishme, në mënyrë që të mirat dhe begatitë e Zotit me ndje dhe për të Zotin me falenderu, dhe këtë dritë që na ka dhënë Zoti me rujt dhe me kultivu. Allahumma amin.